Shikues e Vision Plus, përshëndetje. Do të njihemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Kemi pasur mbizotrim të motit të kthjellët në të gjithë territorin, duke përjashtuar të vrenësirat e pakta dhe kalimtare nga orët e mesditës dhe pesditës në relievet malore kodrinore. Era ka fryrë me drejtim kryesor nga veri perëndimi dhe veri lindja, me shpejtësi 8 metër për sekond, ndërsa në Lugina dhe Bregdet era ka arritur shpejtësi deri në 22 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 1 deri në 3 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 7 deri 23 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 7 deri 26 gradë dhe në Bregdet nga 12 deri 24 gradë Celsius. Për ditën e diel, Shqipëria do të ndikohet nga të njëjta kushte meteorologjike, do të kemi mot të kthjellët në pothuajse të gjithë territorin, ndërsa vrenësira do të jenë të pakta heraherës deri mesatare nga orët e mesditës dhe pesditës në relievet kodrinore malore të vendit. Era do të vyhet fryme drejtim nga veri lindja dhe veri perëndimi me shpejtësi 7 metër për sekond, në Lugina dhe Bregdet era do të arrijë shpejtësi deri në 10 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 6 deri 22 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 6 deri 25 gradë dhe në Bregdet nga 11 deri 24 gradë Celsius. Rajoni Ballkanit ditën e nesërme do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët me alternime vrenësirash të pakta dhe kalimtare kryesisht në orët e mesditës. Për sa i përket kontinentit evropian, vendet skandinave, Europa lindore, ajo juglindore, lokalisht edhe Europa qendrore parashikohet kanë mot me vrenësira dhe me alternime të erëpashershme fillimesh. Vrenësira do të shoqërohen nga rishishiu me intensitet të ulët heraherës deri mesatar. Ndryshe paraqitet pjesa tjetër e kontinentit, ku do të kemi mot relativisht të qëndrueshëm me fillime dhe alternime vrenësirash. Tu kemi përfunduar, në falenderoj për vëmendjen, bashkë në takofshim.